shumë gëzim, shumë bekim. Si jeni? Po mirë, mirëmëngjes. Lavdi Zotit, okej. Le të hapim Biblën, nëse e kemi, tek letra e 2 të Korintasve, do të shohim një varg sot, në fakt, para se të fillojmë me Mateun. Po arsyeja pse është sepse ne jetojmë në një moment kohe në shoqërinë tonë njerëzore që si të krishterë përballemi me lloj gjërash, o Zot. Edhe në fakt kjo është sfida që kemi, që ne të tregojmë që jemi ndryshe nga kjo botë. Dhe nëse ka një moment, paktën një kohë të përshtatshme para se të fillojmë me Mateun sërish, prandaj dua që t'i kushtojmë vëmendje kësaj teme që do të shohim në mënyrë të veçantë sot, që ka lidhje me shenjtërinë. Sa e rëndësishme është. Është e lezetshme në fakt të shikosh albumet e fotografive që keni bërë 20 vjet, 25 apo 30 për ata që janë mosha ime vite më përpara. Shikoni ndonjëherë ato fotografi, për shembull, sa ndryshim që ka aty, sepse stili flokëve ka ndryshuar, rrobat gjithashtu, edhe dukja ka ndryshuar sepse trupi ka ndryshuar, koha kalon. Po duke folur pak për modën, edhe moda ndryshon. Në fakt, moda nuk ndryshon, megjithëse e thash këtë gjë, moda rikthehet. Në fakt, për ata që studiojnë në këtë fushë, e dinë shumë mirë që moda ecën me cikle, 20, 30 apo 40 vjeçar, edhe po të flas për burrat, për shembull, nuk dua të futem për në garderobën e grave apo vajzave, jo as pak, por interesant stili flokëve apo kostumet, apo këpucët me maj, interesant, mund të shikoni në filmat e disa dekadave më përpara. Kjo është shumë interesante. Pra, moda në thelb nuk ndryshon, po alternohet për një farë kohe, edhe pastaj rikthehet. Çuditërisht, interesante kjo gjë, po ta studioni çështjen e modës, ju që jeni vajza gra, e dini për shembull që disa gjëra që kanë qenë më përpara janë kthyer edhe në kohë që ne jetojmë sot, edhe kjo është në të vërtetë diçka e veçantë në lidhje me modën. Ju mund të thoni, po mirë, ç'lidhje ka kjo me këtë që do të shohim ne sot? Sepse le ta lexojmë atë që thot apostulli Paul, në fakt, tek letra e 2 të Korintasve, kapitulli 7 dhe vargu i parë, thot, duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës, edhe këtu është një pyetje, çfarë do të thotë që fryma ndotet, interesante, dhe ta përfundojnë shenjtërimin ton në druajtjen e Perëndis. Siç e shikoni aty në këtë varg, është një lloj mode në fakt që nuk do të zhduket asnjëherë. Edhe ajo është shenjtërimi, nëse mund ta quaj kështu. Shenjtëria. Për këtë do të flasim si Zoti na ka veçuar ne për t'i shërbyer atij, sepse dëshira e Zotit është që bijtë e tij ta modelojnë shenjtërinë përpara botës pa shpëtuar. Ne duhet ta modelojmë shenjtërinë. Edhe ja se si është veshja e botës. Në sytë e Zotit, për shembull, ka njerëz që përpiqen që të marrin favorin e Zotit me anë të veprave të mira. Apo jo, ne e dim shumë mirë që favori i Zotit nuk fitohet përmes veprave të mira sot, apo jo. E dim shumë mirë, kemi lexuar Biblën, Vjetën e Re, ndërkohë që ata përpiqen ta fitojnë favorin e Zotit. Ndërkohë që jo besimtarët, në fakt duhet të shohin Krishtin në jetën tonë dhe ne modelojmë shenjtërinë e Zotit përpara tyre. Ja se si e quan Zoti rrobat e drejtësisë, është një varg shumë i njohur te Isaia kapitulli 64 që thuhet, jemi të gjithë si një gjë e papastër, të gjitha veprat tona të drejtësisë tot janë si një rrobe e ndotur. Tani ne do të dallojmë pak më vonë, a ka ndryshim diçka që është e ndotur nga diçka që është thjesht pis. Mirë, do t'i shikojmë këto gjëra sepse Bibla përdor disa fjalë shumë specifike. Dakord, kjo nuk është veshja që Zotit i pëlqen, kur njeriu përpiqet të fitojë shpëtimin vet, por çfarë pëlqen Zotit? Prandaj e thash në fillim që dëshira e Perëndis është që ne, kisha e tij, të modelojmë shenjtërinë përpara botës pa shpëtuar, në mënyrë që ta shfaqim siç duhet shenjtërinë, ka disa gjëra që duhet të bëjmë. Edhe një herë, le ta lexojmë vargun. Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe e frymës, dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton, thot, në druajtjen e Perëndis. Le të lutemi bashkë. Ua të faleminderit për këtë mëngjes. Lutem që të na mësosh sot, o Zot, çfarë rëndësie ka për ty një gjë e tillë. Në fakt, tu bëhet ndryshim. Është një ndryshim shumë i madh, Zot. Prandaj ti erdhe.
Faleminderit për hirin tënd. Lutem që të kuptojmë sot zemrën tënde edhe më shumë. Të njohim ty, Zot, edhe më shumë, ashtu siç ishte dëshira e apostullit Paul. Zot, shikoj zemrat tona sot, na jep sipas nevojës që kemi. Na ndrysho, Zot, ku ti të kënaqesh përmes jetëve tona. Unë të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus. Amen. Si mund ta përfundojmë shenjtërimin? Si mund ta përfundojmë shenjtërimin? Si mund të ndodh një gjë e tillë? Sa bukur që është shkruar Bibla, sepse ajo është shkruar në kontekst. Nuk janë hedhur disa fjalë ashtu nga Zoti, por ka një kontekst. Së pari është duke marrë premtimet e duhura. Sepse në vargun e parë këtu thuhet duke i pasur këto premtime, për çfarë bëhet fjalë? Konteksti, ju thash, është ai që na tregon ne se si mund të mësojmë se cilat janë premtimet. Edhe në kapitullin 6, disa vargje më sipër, në vargun 16, aty thuhet dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndisë i gjallë, sikurse tha Perëndia, unë do të banoj në mes tyre, do të ecin ndër ta, do të jem Perëndia i tyre, ata do të jenë populli im, dhe këtu duket që janë shumë premtime, por le të them pikë së pari, që Pali po flet me disa njerëz, të cilët i kanë dhënë jetën e tyre Krishtit, pra i kanë besuar atij jetën e tyre, e kanë pranuar në zemrën e tyre si Zotin dhe shpëtimtarin e jetës tyre. Nga ana tjetër ne e dimë që njeriu është i humbur në mënyrë të pashpresë dhe ka nevojë për një shpëtimtar. Ama e dim shumë mirë që njeriu nuk mund të bëjë dot asgjë për të shpëtuar veten e tij, por duhet ta hedh veten e tij në mëshirën e Perëndisë, i cili është Perëndia i dashurisë. Sepse Zoti e shpëton. Tani, unë përpiqem që në një mesazh të paktën të ketë ushqim për të gjithë. Jo vetëm për ata që kanë vite në Krishtin edhe që kanë kohë që i kanë besuar Krishtit, por edhe për ata që janë të sapo shpëtuar apo janë të rinj në besim. Kështu që unë do të përpiqem, ashtu siç bëj gjithmonë, po edhe sot, ju lutem do të jem i thjesht, gjithashtu do të ketë edhe disa gjëra më të vështira, do t'ju bëj të qarta këto gjëra, por në mënyrë që të kuptojmë sa e nevojshme është pikërisht kjo temë të cilës Pali referohet këtu, po janë 7 premtime që Zoti na jep kur ne zgjedhim që ta pranojmë atë si Zot dhe shpëtimtar. Lexojmë në këtë pasazh. Shikoni çfarë thuhet dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt, sepse ju jeni tempulli i Perëndisë së gjallë, sikurse tha Perëndia. Shikoni këto që janë të theksuara, edhe unë do t'i rendis në fakt këto premtime të Zotit. Unë do të banoj në mes tyre, do të ecin ndër ta, do të jem Perëndia i tyre, ata do të jenë populli im. Prandaj dilni nga mesi i tyre dhe ndauni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të papastër, dhe unë do t'ju pranoj, dhe do të jem atë për ju, dhe do të jeni për mua bi dhe bija, thot Zoti i gjithëpushtetshëm. Shikojini me radhë të gjitha këto që janë aty, unë do të banoj në mes tyre. Interesant, Zoti u jep atyre që besojnë, që i kanë dhënë jetën e tyre atij, Zotit, prezencën e tij. Sa e bukur që është, jo vetëm prezencën e tij, po aty thotë, unë do të ecin ndër ta. Ata do të kenë jo vetëm prezencën time, por fuqinë time. Unë do të jem me ta. Do të ecin ndër ta. Unë do të jem Perëndia i tyre. Ai na vuri ne në një marrëdhënie të dyanshme. Çfarë bekimi që kemi që Zoti na dha një marrëdhënie të dyanshme. Ai na dha, shikoni, ata do të jenë populli im, përkatësi. Ne i përkasim Perëndis, amen, na dha pranim, ai të thot, unë do t'ju pranoj, edhe thot, unë do t'jem atë për ju, pra ai na futi në një familje të re, përveç se na futi në një familje të re, na dha një marrëdhënie të re, ne kemi një marrëdhënie të re me Zotin, apo jo, ashtu si thuhet këtu që ju do t'jeni për mua bi dhe bija, sa e bukur, çfarë premtimesh të mrekullueshme, si mundet që ne ta fillojmë procesin e shenjtërimit, kjo fillon që në momentin kur ne marrim premtimet e Zotit. Në këtë moment fillon, edhe premtimet e Perëndisë janë ndryshe nga premtimet që bota jep. Unë do të referohem thjesht zanafillës, si filloi për shembull kur Satani ne dim shumë mirë që është dirigjenti i kësaj që do të themi tani, për shembull tek Zanafilla 3, në fillim të jetës njerëzore, ne dim shumë mirë se çfarë ndodhi, apo ishte një tundim nga ana e Satanit, që i tha njeriu, tha, dëgjoj, sepse ti do të jesh në gjendje si Perëndia, të njohësh të mirën dhe të keqen. Edhe duke e tunduar njeriun e parë, që ai të hante nga pema që Zoti kishte ndaluar për t'u ngrënë. Edhe interesante, ai serviri njeriut, tani rastin konkretisht e Eva, së parin e dim shumë mirë, i serviri njeriut një gënjeshtër. Edhe njeriu tha pastaj që unë do të bëkam si Perëndia. Edhe ishte pikërisht ky lloj tundimi sa i takon njohurisë pa Krishtin, pa Zotin, pa Perëndin, le të them, që e largoi njeriu.
drejt rrugës për në ferr, për një dënim të përjetshëm. Edhe kjo është e dhimbshme, sepse Zoti është i shenjtë. Le të mos e harrojmë një gjë të tillë. Tani, ky është thjesht një premtim i parë i Satanit, por që bota ta jep, ta servir sot, sepse ju thash ka një dirigjent që e drejton, por ka shumë premtime të tjera të cilat e largojnë njeriu edhe më shumë nga Zoti. Lavdi i Zotit për ata që e kanë pranuar Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre, sepse kanë marrë disa premtime të mrekullueshme. Në fakt kur i lexon këto, vërtet, duke pasur këto premtime o të dashur, thuhet aty pikërisht në fillim të vargut të parë, këto janë premtimet për cilat Pali flet dhe këto janë bekime vërtet jashtëzakonshme. Dhe kur i lexon këto, për shembull, mund thuash, po si ka mundësi vërtet që njerëzit ta refuzojnë ungjillin. Kur shikojnë këto premtime të mrekullueshme, si është e mundur që të mos i besojnë atij si Zot dhe shpëtimtar, që ta refuzojnë shpëtimin e Zotit, sepse kur fiton gjithçka dhe nuk ka asgjë për të humbur, pse do donte dikush që ta refuzonte Krishtin si shpëtimtarin e tij? Si ka mundësi që të mos marr premtime të tilla? Le ta përfundojmë shenjtërimin ton, thuhet në varg, në druajtjen e Zotit, po si? Jo vetëm duke marrë premtime të duhura, por duke u ndarë nga mënyra e të jetuarit sipas botës. Tani këtu fillon edhe shikon edhe lëviz logjika e Zotit në pasazhin ton. Në vargun 17 thuhet, prandaj dilni, thot, nga mesi i tyre dhe ndahuni prej tyre, thot Zoti, dhe mos prekni asgjë të papastër, thot, dhe unë do t'ju pranoj. Në mënyrë që ta modelojmë shenjtërinë siç duhet, duhet një ndarje nga bota për një mision të caktuar. Edhe në fakt, ky është kuptimi i fjalës shenjtëri. Fjala shenjtëri nuk është thjesht një listë gjërash, për shembull që bëj këtë dhe mos bëj këtë. Është më shumë se sa kaq. Shenjtëria ka lidhje me faktin se kujt i përkasim ne. Se cilët jemi ne, kush jemi ne. Kjo është shenjtëria. Është më tepër se sa një listë gjërash, domethënë, këtë s'duhet ta bëj, këtë s'duhet ta prek, këtu të bëj këtë, duhet të bëj atë, edhe këtë s'duhet ta bëj. Jo, është më shumë se sa kaq në fakt. Ka lidhje me faktin se kujt i takojmë dhe në kuptimin biblik ka lidhje me veçimin. Ky është kuptimi i shenjtërisë. Zoti përmes shenjtërimit ne na veçon nga bota për një mision të caktuar për t'i shërbyer atij. Edhe në thelb fjala shenjtëri do të thotë veçim. Dhe Zoti e ka bërë këtë gjë. Ilustrimi është nga kompjuterat. Sot tashmë jetojmë në botën inteligjente edhe kompjuterike, digjitale. Të gjithë e dimi gjë të tillë, edhe ekzistojnë ato që ne i quajmë hard diskje të jashtëm, apo jo. Janë shumë të nevojshëm, qofse ke materiale të rëndësishme për të magazinuar të dhënat e tua, të cilat nëse të prishet kompjuteri nuk do doje që ti humbisje, apo jo. Edhe çfarë bën? Ato të gjitha materialet e tua të rëndësishme i magazinon në një hard disk të jashtëm, edhe i ruan aty. Pra në një farë kuptimi ti e ke shenjtëruar atë hard disk, e ke veçuar, po të përdor këtë lloj analogjie në mënyrë metaforike, për një punë të caktuar. Dakor, ai në atë moment thjesht do të ruaj informacionin, por në një moment të caktuar ai do të hyjë në punë dhe është me të vërtetë shumë i rëndësishëm për ty. Ke materialet më të rëndësishme për të cilat ti ke investuar aq shumë. Kohë, energji edhe i ruan në hard disk. Është si puna e pronës për shembull, nëse në një fush nuk dihet se prona e dikujt është, për të thënë që ja kjo i takon filanit, mos e prek, i vendoset një rrethim apo gardë, bëhet aty për të treguar që prit. Nuk është e jotja. është e shenjtë, mos e prek, i përket dikujt. I përket dikujt, mos e prek, është e veçuar për filan person. Dhe Zoti ne na ka veçuar nga kjo botë, megjithëse jetojmë në këtë botë për një mision të caktuar. Si na thot Jezusi, si u tha Jezusi dishepujve, njëkohësisht ne kuptojmë këtë gjë dhe për veten tonë. Që juve jeni në botë, por nuk jeni nga bota. Pra unë ju kam lënë në botë, por juve nuk jeni nga bota. Dhe si na ka ndarë nga bota? Duke na dhënë shpëtimin. Duke na dhënë jetën e përjetshme. Askush tjetër në botë që nuk i beson Krishtit nuk e ka jetën e përjetshme. Dhe na ka shkëputur nga skllavëria e mëkatit. Në fakt, ne quhemi shenjtor. Dhe është interesante, kur shikoni fjalën shenjtor, është pas librit Veprat e Apostujve e gjeni. Në letrat e Palit. Jo sepse nuk mëkatojmë.
Jemi të qartë, jo se nuk mëkatojmë, por se ne jemi veçuar për një mision të caktuar, çlirimi. Ne i përkasim Perëndis. Jemi veçuar për një mision çlirimi. Kur e di se kujt i përket, kjo të ndryshon mënyrën se si jeton. Unë e di që i përkas dikujt, atëherë kjo më bën që unë të, jo vetëm ta respektoj atë të cilit i përkas, por njëkohësisht edhe të nderoj emrin e tij në rastin konkret të kujt jemi ne. Ne jemi të Krishtit, amen? Edhe ne duhet nderojmë emrin e tij. Edhe ky është shenjtërimi. Shenjtërimi biblik nuk është një listë, duhet bërë kjo, duhet bërë ajo, sepse është diçka e brendshme. Bëj këtë, bëj ato, është e jashtme, është rezultati i asaj që është e brendshme. Prandaj thash, nuk është thjesht një listë gjërash, është më shumë se sa aq, është se kujt i përkasim ne, të kujt jemi. Së brendshmi. Edhe ky është ndryshimi. Ka disa gjëra që nuk mund t'i vëmë bashkë, nuk shkojnë bashkë. Për shembull, në kapitullin 6, Pali thotë, mos hyni në një zgjedhje, thotë, bashkë me të pabesët, apo ju ne e pam aty. Të futesh në një zgjedhje. Tani ndoshta për ju që jeni më të rinj ose jeni më të vegjël se ka këtu në moshë, ndoshta nuk e kuptoni, por ndoshta edhe e dini këtë gjë që për të punuar tokën, edhe sot e përdorin njerëzit në zona më shumë rurale, është më e rrallë, sigurisht, në Shqipëri, po vë bazë që ka, që punojnë tokën me qe. Dakor? Edhe qet janë dy qe, kau, në numrin shumës, se si ta thuash, janë dy qe, që mbrihen në një zgjedh. Dakor? Zgjedha, unë nuk pata një foto, nuk e di pse se vura një foto aty, po shpresoj që e dini këtë. Edhe vendoset mbrapa një hu, po e sqaroj në këtë mënyrë, po është i punuar, është i bukur sot e kështu me radhë, një parmend me një gjë si një formë lopate shumë e zgjeruar, e cila përdoret për të punuar tokën. Edhe qetë, çfarë bëjnë? Nën këtë zgjedh, së bashku, janë të lidhura, të lidhur me njëri tjetrin, këta dy qe, kau, dy të tillë, në mënyrë që të tërheqin parmendën. Edhe kjo është analogjia që Zoti jep në këtë pasazh. Mos u fut në një zgjedh me të pabesim, atë që nuk ka besim, që nuk i beson Zotit, ky është kuptimi i kësaj. Mos u fut në një zgjedh me të. Interesante. Sepse jo vetëm që i bën dëm gjithçkaje, por është katastrofike. Nuk mund të ecësh me njerëzit e botës. Ne kemi folur për këtë edhe para disa javësh. Duke u futur në një zgjedh me ta, edhe të thuash që unë po i shërbej Zotit. Nëse je duke bërë të njëjtat gjëra që bëjnë ata, je në zgjedhjen e tyre, sepse ju e dini mirë që ato dy qet duhet jenë në unison me njëra tjetër, në mënyrë që të tërheqin parmendën. Nëse njëra prej tyre çmendet, dakor, do të tërheq tjetrën, do ta devijoj nga shtegu, edhe puna nuk do të bëhet. Kjo është shumë e rëndësishme, kështu që duhet jenë të dy ata nën këtë zgjedh që ecin përpara, me parmendën mbrapa që punon tokën. Ky është ilustrimi që Zoti zgjedh për të na treguar se si bëhet kjo punë. Edhe nëse ne, si thua, futemi në një zgjedh detyruese, lidhse me dikë që ka vlera të tjera morale, që ka një sistem tjetër vlerash në jetën e tij. Atëherë çfarë do të ndodhë? Ne do të shfazohemi aty, edhe do të dalim nga binarët, edhe nuk do të ecim aty ku duhet ecim, edhe aty ku Zoti i pëlqen. Apo jo, e kemi të qartë një gjë të tillë, edhe kjo është e vërtet kudo, është e vërtet në punë, me kolegët e punës, me shefin e punës, nëse detyron të bësh diçka edhe ti bësh pjesë e një padrejtësie, apo kjo ndikon në ecjen tënde, në përparimin tënd me Zotin, nuk diskutohet, ndikon, kjo është e vërtet në martesë, kur dikush lidhet me një jo besimtar dhe nuk mund t'i shërbejë dot Zotit, është e pamundur që t'i shërbejnë Zotit siç duhet, personi besimtar, sepse vlerat janë të ndryshme dhe është lidhur në një zgjedh, le të them, detyruese, shtrënguese, që komprometon këto vlera edhe këtë sistem vlerash të besimit që Zoti ka dhënë ty. Kjo është e vërtet në çdo aspekt të jetës, në shoqëri. Do të thënë nuk zbatohet vetëm për këto, është për çdo aspekt të jetës duhet kemi kujdes.
Thash, në punë, në familje, në martesë, kudo. Do me thënë, kjo është diçka universale që zbatohet, sepse nuk mund t'i shërbesh dot Zotit në një zgjedhje detyruese, shtrënguese, lidhse, edhe një herë them, që kompromenton vlerat e Zotit, besimin që ti ke përpara Perëndis. Edhe ky është një fakt shumë i rëndësishëm. Interesante për shembull, tek Ligji për të rirë kapitulli 22 dhe vargu 10. Këtu thuhet, nuk do të punosh njëkohësisht me një ka dhe një gomar. Apo ndoshta është kjo që thash unë, diçka nuk shkon në këtë zgjedhje, po ti vësh këta të dy. Shumë interesante, ne dim shumë mirë që Zoti zgjedh shembuj fizik për të na mësuar ne disa të vërteta frymërore, të cilat ne do t'i kishim të vështira për t'i kuptuar. Prandaj, mënyra ilustrative e Biblës, shpeshherë, mënyra se Zoti e ka shkruar fjalën e Perëndis, na jep të kuptojmë ne që disa të vërteta frymërore, si thua, Zoti transferon në zemrën tonë, duke përdorur shembuj fizik, ilustrime nga jeta. Edhe ky është rasti për cilin po flasim ne tani. Edhe rasti është i tillë për shembull që kau e keni këtu, nuk do të punosh njëkohësisht me një ka dhe një gomar. Interesante. Kau në fjalën e Zotit është një shëmbulltyr e një shërbëtori të Perëndis që është i përkushtuar. Në rastin konkret, për shembull, te letra e parë Korintësve 9, po ta shikoni me vëmendje, bëhet fjalë për një shërbëtor të Zotit i cili merr mbështetje nga kisha. Dakor, le ta lexojmë së bashku dhe thotë, sepse në ligjin e Mojsiut të shkruar, mos ja lidh gojën kaut që shin. Çfarë bën Pali? Merr diçka nga dhjata e vjetër, e citon në dhjatën e re dhe thotë, vallë, a kujdeset Perëndia për qet? Shikoni lidhjen që bëhet. Edhe thuhet, apo e thotë këtë veçanërisht për ne. Pra kau është një shëmbulltyre, një shërbëtori të përkushtuar të Zotit. Apo e thot këtë veçanërisht për ne, sepse për ne u shkrua, thot. Shumë interesante, vjen re. Një ilustrim i dhjatës vjetër, ai e zbaton në dhjatën e re për të dhënë një mësim frymëror se kush duhet të lëroj me shpresë dhe kush duhet shi me shpresë që të ketë pjesë në shpresën e tij. Pra, e thot këtë veçanërisht për ne. A kujdeset Perëndia për qet vallë vetëm për ato po flet, domethënë kjo është ideja, apo e thot atë për ne? Për ne është shkruar, thot Pali. Shikoni sa e bukur që është. Te letra e parë Timoteut 5 vargu 18, shikoni si e thot, vazhdon edhe thot sepse shkrimi thot mos ja lidh gojën kaut që shin. Dhe punëtori e ka hak thot më ditën e tij ose pagën e tij. Interesante. Shikoni lidhjen që bëhet këtu, thjesht për të treguar që diçka fizike Zoti e përdor si një mësim për të na treguar një të vërtetë frymërore, e cila është e rëndësishme për ta kuptuar. Kau, për shembull, përdorej si një flim gjithashtu në dhjatën e vjetër. Është një shembull sakrifice. Ashtu siç duhet të jenë njerëzit e Zotit. Ata duhet të jenë në shenjtëri të gjallë përpara Perëndis. Edhe ka shembuj fizik në fakt, ne mund të kuptojmë shumë të vërteta frymërore. Për shembull, për kaun ka shumë, një do t'ju them se nuk kemi kohë sot, për shembull, por kur rruga vështirësohet, edhe kau është aty në parmend, e dini çfarë bën ai për të tërhequr parmendën, rruga është ndoshta e pjerrët apo vështirësohet, ai ulet në gjunjë. Ulet në gjunjë për të tërhequr parmendën që ka mbas. Kjo është një shëmbulltyre, një shërbëtori të Zotit, që kur provat dhe vështirësitë vinë përpara tij, ai bie në gjunjë përpara Zotit. E thot Zot, kam nevojë për ty. Interesante. Zoti zgjedh gjëra të tilla që të na flas, na jap një mësim, për shembull. Le të flasim pak për gomarin, ëh. Do të flasim nga Ungjilli sipas Mateut, do të kemi diçka shumë të veçantë. Do të flasim për gomarin, po thot këtu, për shembull, ku e kemi vargun? Ja më lart. Nuk do të punosh njëkohësisht me një ka dhe një gomar. E lëm këtu për momentin. Gomari është shëmbulltyre ose përfaqëson një njerëz të pashpëtuar. Vjen keq nëse dikush u ofendua, po ka lajm të mirë, ëh? Në Bibël. Ka lajm të mirë. Tani te Jobi kapitulli 11 dhe vargu 12, interesante, thuhet, ja. Njeriu pa mend do të bëhet i urt kur krriçi gomares e egër të bëhet njeri. Është një mënyrë sarkastike e të shprehurit, në mënyrë figurative, në lidhje me një njerëz që nuk do që t'i besoj Zotit. Shikoni tek Eksodi kapitulli 13, kur Zoti do të ketë bërë që të hysh në vendin e Kananeve, ashtu siç të është betuar ty dhe etërve të tu,
dhe do ta ketë dhënë atë, do t'i shenjtërosh Zotit tërë ata që çelin barkun dhe çdo pjellje të parë të bagtit. Zoti ka një arsye pse e bën një gjë të tillë. Që ti zotron. Shikoni me vëmendje, meshkujt do t'i takojnë Zotit në vargun 13. Shikoni thotë, kështu do të shpengosh çdo pjellje të parë të kujt? Të gomarit me një qenj. Interesante. Kuptoni figurën këtu? Gomari është pak i veçantë në këtë gjë, edhe thotë, domethënë që do të shpengosh çdo pjellje të parë të gomarit me një qenj, por nëse nuk dëshiron ta shpengosh, atëherë çfarë? O Zot. Thyje qafën, kështu thotë? Kështu do të shpengosh çdo të parlindur të njerëzit ndër bijtë tu. Pra e kuptoni figurën, besoj, po karakteri një gomari është ai një individi kokfort, edhe duhet jetë kjo ndarje, le të them, nga bota. Pali thot mos e fusni veten në një zgjedh. Sepse ka njerëz, unë ritheksoj, që ka një sistem vlerash totalisht ndryshe nga ato vlera që Zoti ka mbjell tek ne, që të mos kompromentojmë besimin tonë. Është shumë e rëndësishme, do të jemi të vlefshëm për asgjë. Pastaj, edhe ekziston një mësim i rëndësishëm që ne duhet ta mësojmë si besimtarë, që do të bëhemi si ata me cilët rrim. Apo jo, është një shprehje e popullit, më thuaj me kë rri të them se cili është nga Bibla, e dim që të janë gjëra të thjeshta, po më duhet jam edhe i thjesht për ta shpjeguar këtë gjë, po paralajmërimi, e dini cili është paralajmërimi i parë që Salomoni i dha birit të tij tek libri i fjalëve të urta? Ka të bëj pikërisht me këtë, që ai duhet të ketë kujdes që të jetë kundër shoqërive, domethënë kundër shoqërive që janë jo të mira, le të them. Fjalë të urta, kapitulli i parë të vargu 10, birim, nëse mëkatarët duan të mashtrojnë, thotë, mos prano. Mos prano. Tani besoj se të gjithëve ju ka ndodhur, po ne po njerë në familjen tonë, nuk po them kush ka qenë nga fëmijët se si ka marrë as leje, po kur ishte i vogël, kur ishim në breg të detit, merrte rër, për shembull, dhe hithe, frynte dhe erë në fakt. Po hithe lart, jo vetëm që u bezdisëm ne, po të tjerët që kalonin aty, domethënë, edhe shkova direkt shpejt dhe i dhash mësim mjaft, por kur shkova ishte bër, domethënë, plur, flokët, fytyra, rrobat, ishte çfarë them, nëse e mori mësimin. Por mund të them këtë gjë që koha kalon, jeta kalon, edhe ne kuptojmë ndikimin që njerëzit kanë në jetën tonë. E kuptojmë ndikimin që ata kanë duke na ndotur me plurin e tyre, me dheun që edhin anë mban. Edhe lejoni të them këtë që kur nuk ke se çfarë të bësh për të shkuar dhe për ta ndaluar atë fenomen që po ndodh, çfarë duhet bërë? E mira është të distancohesh. Kjo është mënyra që ka mbetur. Të distancohesh, sepse ndryshe do të ndotesh. Edhe ti. Kur tjetri hedh dhe vrere, urrejtje, imoralitet, ndyrësi, hidhërim, atëre më mirë shkon tek ai, patjetër, i thua dëgjoj, di si është puna, nëse ti e vazhdon këtë bisedë, nëse e vazhdon këtë po e shohim që nuk po përparojmë nga ana pozitive, biseda nuk po zhvillohet ashtu siç duhet. Edhe nëse ti vazhdon në të njëjtat terma, atëherë unë më mirë të mos ri këtu. Interesante. Nëse ata persona vazhdojnë ashtu, ki burrin, çau edhe ik. Sepse do të ndotesh. Kur nuk mund të ndalosh diçka, kështu bëhet fjalë, për këtë bëhet fjalë. Nuk mund të bësh dot diçka. Janë disa njerëz nga të cilët duhet distancohemi për të mos u futur në ato lloj marrëdhëniesh në formën e një zgjedhje shtrënguese, detyruese, lidhse. Sepse përndryshe do të diskutojmë çështjen e besimit dhe të vlerave që Zoti na ka dhënë. Për shembull në këtë pasazh, nëse do ta marrim ashtu siç është për shembull distancimi nga ata që janë përfshirë në paudhësi, tek të cilët ti nuk mund të ndikosh, por përkundrazi janë ata që ndikojnë tek ti. Ky është problemi. Mos hyni në një zgjedhje bashkë me jo besimtarë, sepse ç'lidhje ka drejtësia me paudhësinë.
dhe çfarë bashkësie ka drita me errësirën. Është e qartë, pra Zoti më qartë, do të thënë, duke e thënë këtë gjë nuk ka. Shikoni se Zoti është shumë xheloz në lidhje me vlerat që ai na ka dhënë ne. Ai na do të tërin, nëse unë flas për veten time, më do mua me gjithë qenien time. Edhe ashtu është me ty, me secilin prej nesh. Edhe prandaj është i tillë Zoti, nga ata që vazhdojnë të ecin në errësirë, të cilët vazhdojnë të na ndikojnë ne, jo ne të ndikojmë tek ata, dhe nuk pëlqejnë të dëgjojnë për dritën. Mos hyni një zgjedh me ta thot se çfarë bashkësie ka drita me errësirën. Nga ata që adhurojnë perëndi tjetër, shikoni çfarë harmoni ka Krishti me Belialin. Nëse studioni fjalën Belial, përmendet në dhjetën e vjetër, është një emër për të ligun, për Satanin. Interesante. Ç'pjesë ka besimtari me jo besimtari? Nga ata që janë të humbur, në kuptimin që ç'pjesë ka, do të thënë çfarë lloj bashkësie mund të kesh me ata njerëz të cilët vetëm ndikojnë negativisht tek jeta jote. Shikoni se do t'ju jap ekuilibrin më pas. Mos e paragjykoni. Nga ata që adhurojnë gjëra të tjera dhe jo Zotin. Dhe çfarë marrëveshje ka tempulli i Perëndisë me idhujt? Sepse ju jeni tempulli i Perëndisë i gjallë, sikur se tha Perëndia, unë do të banoj në mes tyre dhe do të eci ndër ta, do të jem Perëndia i tyre dhe ata do të jenë populli im. Pra, ideja është që të ndikojmë ne tek ata dhe jo ata tek ne. Ndiko ti tek ata. Pra, Zoti këtu në asnjë mënyrë nuk thot për shkakun që disi është puna, mos ndërtoti pika lidhjesh me njerëz të pashpëtuar. Në mënyrë absolute, pse kujt po i flasim ne, kujt po i ndajmë ungjillin, pikërisht njerëzve të tillë. Amen. Por ki kujdes kur futesh në zgjedh. Kjo është ideja. Mos u fut në stilin e jetës tyre. Mos bëj gjërat që ata bëjnë. Përkundrazi. Pali thotë unë u bëra jude me judejnët, u bëra si ata në mënyrë që të fitoj më shumë, por ai u bë nga ana kulturore, por jo që të bënte gjërat që ata bënin. Jemi të qartë? Shumë e rëndësishme kjo pikë. Pra kur refuzon të ndahesh nga ata që ti e di, që nuk janë vërtet përkushtuar ndaj Zotit, po vënë në rrezik diçka tjetër që është më e madhe. Dini çfarë? Po ti po vënë në rrezik bashkësinë dhe marrëdhënien tënde me Zotin. Kjo është shumë e shenjtë. Prandaj duhet kemi kujdes. Nuk po them që të mos rrim me njerëzit, absolutisht, të ndërtojmë marrëdhënie, të ndikojmë tek ta, prandaj jemi në botë. Zoti na ka dhënë, por nëse ne futemi në një zgjedh, ky është ndryshimi. Kjo do të na bëj që të kompromentojmë gjithçka sa tham. Shoqëritë e këqija, thot Bibla, prishin zakonet e mira. Jo të jetojmë në mëkat në ndyrësi si bota, prandaj duhet të rritemi në shenjtëri. Edhe vetë fjala shenjtëri ka lidhje me atë veçimin, jo vetëm nga mëkati në botë, por veçimin për të qenë aktiv, për të shërbyer Zotit në mision. Pra jemi të qartë, jo vetëm që shkëputemi nga pjesa e mëkatit, por nga ana tjetër shkojmë tek njerëzit, sepse jemi veçuar për një qëllim, për një mision, për një punë, për ungjillin. Mirë, domethënë ky është ekuilibri, është diçka nga e cila ne mësojmë shumë. Duke u pastruar, thotë, nga çdo ndotje mishit dhe frymës. Ja se si duhet të rritemi në shenjtëri. Në vargun e parë këtu thuhet, duke i pasur këto premtime o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje mishit dhe frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton në druajtjen e Perëndisë. Tani ka një ndryshim midis të qenit pis edhe të qenit i ndotur. Ishte surprizë për dishepujt në kohën e Krishtit kur ai bëri këtë që do të lexojmë së bashku. Te Gjoni 13, por përpara festës Pashkës, Jezusi duke ditur se kishte ardhur ora e tij të kalojë nga kjo botë tek Ati, duke i dashur të vetët që ishin në botë, i deshi deri në fund. Dhe kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte shtënë në zemër Jud Iskariotit, birit Simonit, që ta tradhtonte, Jezusi, duke ditur se ai kishte dhënë gjithçka në duar dhe se ai kishte dalë nga Perëndia dhe te Perëndia po kthehej, u ngrit nga darka dhe vuri më një rrobat dhe mori një pëlhur të lirt dhe i ngjeshi veten e tij. Pra, tu ngjeshi veten e tij, e lidhi mirë kështu, shtrëngoi atë se kishte punë për të bërë. Atëherë hodhi ujë në legend
dhe filloi të lante këmbët e dishepujve dhe t'u afshinte me pëlhurën e lirt, me të cilën ishte ngjeshur. Erdhi pra te Simon Pietri, gjithmonë Pietri ka diçka për të thënë, keni vënë në Bibël. Dhe ky i tha, Zot, ti të më lash këmbët? Jezusi u përgjigj dhe i tha, atë që po bëj unë, ti tani nuk e di, por do ta kuptosh mbas kësaj. Pietri tha, kur nuk do të më lash këmbët? Jezusi u përgjigj, po nuk të lava, ti nuk do të kesh pjesë me mua. Situata u bë serioze këtu. Edhe Simon Pietri tha, Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duar dhe kokën. Pietri. Jezusi tha, ai që është i larë, s'ka nevojë veç se të laj këmbët. Tashmë je i larë, po ke nevojë të lash këmbët dhe është krejt i pastër, thot, dhe ju jeni të pastër, por jo të gjithë. Por jo të gjithë. Interesante. Kur i besuam Zotit, ai na pastroi nga mëkati, është kështu? Gjaku i tij na pastroi nga mëkati. Po ndërsa ecim në botë, bëhemi pis. Bëhemi pis në këmbët tona. Kjo nuk do të thotë që të kthehemi dhe të shpëtohemi prapë. Ky është ndryshimi, jemi të qartë? Sepse kur ne i besuam Krishtit jetën tonë, duke i besuar atij si Zot dhe shpëtimtar, kjo mjaftoi një herë për gjithmonë. Amen? Nuk ka nevojë të kthehemi për shpëtim, por na duhet të sigurohemi që të lahemi çdo ditë. Të lahemi çdo ditë praktikisht këmbët. Ta mbaj veten të pastër, duke u pastruar çdo ditë. Dhe ky është vendimi që marrim, është njësoj sikur të marrësh një vetëm për të bërë dush, po ta them kështu nga ana, që po marrim këto ilustrime fizike. Për shembull, është interesante, po aty çuditërisht është vënë re në studimet e njeriut, po për njeriu, që aty nga mosha 4 ose 5 vjeç është gati e pamundur që t'ja mbushësh mendin një 4 ose 5 vjeçari që të bëj dush, të lahet. Është vështirë, ndoshta nuk është me të gjithë këtu, po me një pjesë të madhe të fëmijëve. Në moshën 4 edhe 5 vjeç është një betejë. Edhe kur ai e kupton që duhet të lahet, duhet të bëj dush, duhet t'ja mbushësh mendin disi ose të thua, shko bëj dush aty ose ta marrësh, edhe të bëj dush se duhet. Dakor, sepse kjo është mosha, në këtë moshë vjet re një gjë e tillë. Po njësoj si edhe besimtarët e rinj që nuk e kuptojnë se kanë nevojë të lahen, kanë disa gjëra në fakt që duhet i heqin, duhet të pastrohen prej tyre. Na takon të gjithëve, dakor, na takon të gjithëve. Të gjithë ne duhet të pastrohemi. Është si të marrësh një vendim, thash, për të bërë dush, sepse bëhemi pis, djersim etj, ju dini shumë mirë gjëra të tilla. Edhe Jezusi u thotë ju jeni të pastër, pasi u lan, kishin nevojë vetëm për këmbët, por thotë shikoni pak, edhe ju jeni të pastër, thotë, por jo të gjithë. Për kë e ka fjalën këtu? Judas Iskarioti. Duke aluduar Krishti që larja e vërtetë është ajo që është nga brenda. Dakor? Nga brenda. E ka fjalën për Judas Iskariotin. Ne kemi nevojë për pastrim, prandaj kemi darkën e Zotit. Darka e Zotit është e shëndetshme. Po le t'ju jap një ndryshim midis ndotjes dhe thjesht të qenit pis. Ta kuptojmë këtë ndarjen, për shembull kur nëse del nga shtëpia me një këmishë që ka një njoll, do të thuaj që ajo është pis. Por ama, nëse ajo këmishë do të ishte me vaj, me pluhur, me graso, për shembull, ose me një substancë e cila, si thua, ka ndikuar në tërsinë e këmishës apo bluzës që ke veshur, se me qëra fjala unë e kam parë, po ka njolla që nuk mund t'i heqësh dot kurrë. Mund t'i çosh në pastrim kimik dhe nuk i bën derman. Dakor, sidomos ato që janë me zbeje nga dielli, për shembull, nuk ka substancë që mund ta restauroj siç ishte. Apo djegja nga hekuri, provoni të diqni një këmishë apo një bluzë edhe nuk e kthen dot, jo pastrim kimik, po atë duhet ta hedhësh. Se as arnat nuk funksionojnë tani, domethënë siç duhet. Janë njolla që nuk mund t'i heqësh dot. Edhe nuk diskutohet që kjo është diçka ku biem të gjithë dakord. Edhe ajo këmishë nuk është më pis, por është e ndotur, është e ndyrosur. Dakord, është e ndotur. Edhe ndyrësia vjen është diçka që çdo njeri e sheh. Ndyrësia vjet re, çdo njeri e sheh ndyrësinë. Edhe ne mund të mos biem dakord se çfarë është pis, por gjithë e kuptojmë kur diçka është e
fëlliqur, është ndyrosur. Edhe nuk e lajmë diçka që është e tillë, por e hedhim në plera. Prandaj Pali thotë te Kolosianëve, e thotë dhe te letra Efezianëve, po u thotë Kolosianëve, u thotë, zhvishni njeriun e vjetër. Pra, ato rroba si një veshje për t'u hedhur poshtë, sepse është e ndotur, është e fëlliqur. Zhvishe. Edhe vishtot njeriun e ri. Edhe në krishtërim, besimtarët vërtet mund të debatojnë nëse është e drejtë që dikush të blej bilet lotarie, apo të shkojë në disko, apo në pub, por kur bëhet fjalë për pornografin nuk ka asnjë argument. Sepse është diçka që të ndot, shëndyr. Njerëzit në krishtërim mund të debatojnë nëse duhet pirë ndonjë gotë verë ndonjëherë dikur, por nuk ka asnjë argument ku bëhet fjalë për të deurin, i cili nuk mban dot veten në këmbë edhe bie për dhe dhe nuk dua që t'ju smur nga stomaku, por zhgërryhet në të vjellat e tij. Pra ekziston një lloj ndyrësie e mishit me cilën gati të gjithë mund të identifikohemi. Ka gjëra që janë të pista, por ka disa që janë të ndotura. Dhe frymërisht duhet të lahemi. Tani ne jemi tempulli i Perëndis. Apo jemi tempulli i frymës shenjtë. Edhe nuk duhet që ta bëjmë pis dhe ta ndotim atë. Siç ka një ndotje të mishit, ekziston gjithashtu edhe një ndotje e frymës. Ekziston një ndotje e frymës. Mishi ka lidhje me veprimin e jashtëm, që bëhet shumë i dukshëm, por fryma është pjesa e brendshme e njeriu që e mendon thellë gjithçka dhe pastaj zgjedh kursin e duhur njeriu, se çfarë duhet të ndjek. Djali plank prishës, ju kujtohet djali plank prishës, historia që kemi te Ungjilli i Lukës? Çfarë bëri ai? Ai kishte probleme me mëkatin e mishit, me mëkatet e mishit. Ai mori pasurinë nga ati i tij dhe çfarë bëri? Shkoi dhe shkapërderdhi atë në imoralitet. Kishte probleme me mëkatet e mishit. Po vllai, le t'i vëmë një emër atij vllait, ai quhen vllai plank prishës. Vllai, pse quhet vllai? Sepse nëse ai quhet djali, ky është vllai i djalit. Dakor? Le t'i vëmë emrin vllai plank prishës. Ky kur jati e priti këtë që kishte ardhur i penduar, çfarë kishte brenda tij? Bibla na e zbulon nga sjellja që ai pati. Ai u zemërua shumë. Ishte xheloz. Ishte inat. Pse jati, për shembull, do të therte atë kafshën më të mirë për nderta ati. Edhe kishte këtë lloj zemërimi, furie, inati, xhelozie dhe përbuzje për atë që ndodhi. Kishte probleme në brendësinë e tij. Në qoftë se djali plank prishës kishte probleme me mëkatet e mishit, ky kishte probleme me disa gjëra që ishin të brendshme. Farisejt, për shumë interesante, ishin të pastër në mish. O Zot, ata kujdese mos preknin ndonjë gjë. As në portikun e Pilatit, do me thënë nuk donin që të shkonin se mos ndoteshin aty në një moment caktuar, na thuhet në fjalën e Perëndis. Edhe kishin bërë si kult, një lloj doktrine e cila ishte mësuar nga njerëzit, urdhërime njerëzish. Ai sa kishin anuluar fjalën e Perëndis me këto tradita njerëzore. Ai sa, le të them, në Bibël na thuhet shumë qartë që ata, si thua, shfaqsonin dhe dishepujt për shkak se nuk lanin duart, për shkak para se të hanin. E kishin ngritur nivelin e këtyre traditave të pleqjve, domethënë në autoritetin e shkrimit. Edhe ky ishte një problem në atë kohë. Po vërtet, dikush mund të mos pi cigare, mund të mos dehet, mund të mos shkojë në pube apo disko. Por, vinere me vëmendje, është krenar, arrogant, kokfort, rebel, i vetë drejt, lupës, përtac, pasiv, indiferent, një njeri që nuk shqetësohet për shpirtrat e njerëzve, nuk i bën përshtypje, nuk i beson fjalës Perëndis, nuk shqetësohet për të humburit, për të pashpëtuarit.
Zakonisht, besimtarët dhe kishat flasin për këto gjërat e jashtme. Më falë po, Jezusi foli mbi të gjitha, së pari, le ta pyesim atë, se çfarë do të thotë kjo. Vërtet dikush mund të mos e ketë këtë listën e jashtme që nuk dehet me alkool, nuk bën këtë vese, nuk bën atë, dakord. Po së brendshmi? Po krenar, arrogant, rebel, po lupës, po pasiv, po indiferent ndaj shpirtrave të njerëzve, po që nuk i beson fjalës Perëndis? Si thoni ju, së brendshmi? Në fakt, le ta pyesim Jezusin se çfarë do të thotë kjo. Tek Ungjilli sipas Markut, kapitulli 7, ai ndërkohë që ishte duke folur me farisejt, ndërkohë ishin dhe dishepujt prezent, tha akoma ajo që del nga njeriu e bën atë çfarë? Të ndotur. Shikoni fjalët që përdoren aty. Sepse nga brenda, do me thënë nga zemra e njeriut, dalin mendimet e mbrapshta, shikoni, shkeljet e kurorës, kurvërimi, vrasjet, vjedhjet, lakmit, ligësit, mashtrimet, pafytyrësia, smira, blasfemia, kryelartësia, marrëzia, gjithë këto të mbrapshta dalin nga brenda dhe çfarë? E ndotin njeriu. Numërojini se janë 13. Është numër tërës, domethënë. Numërojini se janë. Si po i numëroni vërtet? Po aq janë, numëroj, s'ka gjë. Jezusi e ka idenë se si është njeriu, megjithëse mund të mos na vijë mirë. Prandaj siç e thash në fillim, shëntrimi nuk është një listë gjërash, bëj këtë dhe mos bëj atë, por është më shumë se sa kaq. Kush banon në ne? Kujt i përkasim? Të kujt jemi? Kënderojmë emrin e kujt? Si ecim? Kujdes. Nuk do t'i përgjigjemi kësaj pyetje në thellësi se a mund të kontrollojnë demonët apo satani besimtarët. Le të them që është një pyetje që meriton vëmendje, por ta them kaq sot që le të mos e ekspozojmë veten ndaj frymrave. Por duhet i provojmë frymrat. Ju mund thoni, po mirë, besimtari ka frymën e shenjtë brenda tij, a mund të kontrollohet nga ai? Po tani më lejoni t'ju bëj një kundërpyetje dhe me kaq do ta lë. Nëse satani të kontrollon ty syt, këmbët, duart, veshët. Kujdes. Kujdes sepse mund ta bëj dhe e ka bërë gjatë historisë. Ju thash, nuk do të trajtojmë këtë çështje sot, sepse është një temë e thellë, prandaj po bëhemi gati për ato gjëra që do të shohim nga Mateu. Por çdo gjë që ndot frymën tonë duhet të pastrohet. Është një luftë frymërore. Një luftë frymërore. Edhe Bibla ka shumë për të thënë për këtë. Të pastrosh vetëm anën e jashtme nuk mjafton. Nuk mjafton. Kujdes trupin, kujdes frymën. Anën e brendshme. Domethënë kjo është ideja. Mendimet, fjalët dhe veprat tona kanë nevojë për pastrim. Shikoni me vëmendje te Titi kapitulli i parë dhe vargu 15 thotë gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër. Por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit. Dhe për ata që nuk besojnë. Madje edhe mendja dhe ndërgjegjja e tyre janë të ndotura. Të ndotura. Fjalët e urta, kapitulli 30 dhe vargu 12, ka një kategori njerëzish që e mbajnë veten për të pastër. Por nuk janë larë, nuk janë të larë nga papastërtia e vet. Edhe nuk e kam fjalën këtu për ndyrësinë që jemi bërë pise, duhet marrim sapun e shampo dhe të shkojmë bëjmë dush. Është situatë frymërore. Jemi të qartë? Situatë frymërore. Le të shohim një shembull nga Dhjata e Vjetër. Shenjtrimi i priftërinjve në Dhjatën e Vjetër na tregon hapat që një besimtar duhet të ndjek për ta pastruar veten nga mëkati. Te Levitiku kapitulli 8 ishte Mojsiu duke shenjtëruar Aaronin dhe bijtë e tij dhe më pas si do të vazhdonte shenjtërimin, nuk do zgjatemi shumë, por shikoni analogjinë. Aty thuhet i lau me ujë, te Levitiku 8 vargu 6, Mojsiu e afroi Aaronin dhe bijtë e tij dhe i lau me ujë. Shikoni si zbatohet kjo për ne nga ana praktike, si mundet njëri të bëjë rrugën e tij të pastër.
duke ruajtur me fjalën tënde. Nga e dimne që fjala krahasohet me ujin, tek Efesianët kapitulli 5, kur bëhet fjalë për kishën dhe për Krishtin, kjo është analogjia në martesë e një burri dhe një gruaje, të dy besimtarë, por kjo zbatohet sigurisht për ta nga ana praktike, edhe thot pasi e pastroi me larjen e ujit me anë të fjalës. Fjala e Zotit është e pastër. Ne kemi nevojë që të bëjmë dush, të lahemi në fjalën e Perëndis, të pastrohemi. Na heq ndyrësit, na bën lavazh, na heq mbeturinat, na heq papastërtit. Fjala e Zotit është uji i pastër me cilin duhet pastrohemi. Fjala e Zotit. Prandaj është kaq e rëndësishme. Kalojmë ne kohë me fjalën e Zotit që të pastrohemi. A jemi në të pastër? Po shikoni, i veshi me rroba të shenjta, thuhet Levitiku 8 vargu 7 dhe 8. Pastaj i veshi Aronit tunikën, i ngjeshi brezin, i veshi mantelin, vendosi efodin dhe i ngjeshi brezin e punuar artistikisht nga efodi me të cilin i fiksoi në trup efodin. Dhe thotë i vuri gjithashtu pektoralin dhe mbi të vendosi urimin dhe thumimin, pastaj i vuri çallmën mbi krye. Dhe në pjesën e përparme të çallmës vendosi pllakën e artë, diademën e shenjtë, ashtu siç kishte urdhëruar Zoti Mojsiun. Shikoni me vëmendje këtu. Është një veshje që ai e kishte, prifti, e jo vetëm kaq, por tek libri i zbulesës ne kemi parë këtë pasazh shpeshherë që kisha del përpara Krishtit, ajo e ka bërë gati veten e saj dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, sepse liri i hollë janë veprat e drejta të shenjtorëve. Është një vepër shërbimi e cila përbën atë që mund të konsiderohet veshjen e besimtarit. Kemi mundësi që të kemi një veshje të re për shkak të veprave. Dakor, jo vetëm lajmi me ujë, por veshjem një veshje të re. Amen? Fjalën e Zotit e jetojmë. Në këtë mënyrë bëjmë ato veprat që Zotit i pëlqejnë. Edhe së treti i vajosi me vaj. Levitiku 8 vargu 10, Mojsiu mori vajin e vajosis, vajosi tabernakullin, të gjitha gjërat që ndodhishin aty duke i shenjtëruar në këtë mënyrë. Dhe vaji është një shëmbulltyre e frymës së shenjtë. Zoti dëshiron që ne të ecim në frymë. Edhe në fakt shikoni këtu, e ka bën Alda po. Okej, këtu derdhi pak në vaj vajosis mbi kokën e Aronit, mbi kokën e Aronit dhe e vajosi për ta shenjtëruar, ha? Puna e frymës së shenjtë e kombinuar me fjalën e Perëndis në ndërveprimin e tyre prodhon shenjtëri. Shumë e bukur është. Tani, së fundi, duke u përkushtuar vazhdimisht. Duke i pasur këto mendime të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje e mishit dhe frymës dhe ta përfundojmë shenjtërimin tonë në druajtjen e Perëndis. Ta përfundojmë shenjtërimin, është një proces i vazhdueshëm. Ai procesi i veçimit. Veçohemi, të veçuar për të afruar me jo besimtarët. Jemi të qartë për misionin që Zoti na ka ngarkuar. E shikoni ekuilibrin. Kjo nuk do të thotë që ne bëhemi të përkryer, të përsosur, por maturohemi. Është si punë e një profesionisti, për shembull, që aftësohet për të bërë edhe më i mirë në zanatin e tij, në profesionin e tij. Dhe ju e dini çfarë duhet që dikush të bëhet gati i përsosur, le të them, në një profesion të caktuar. Duhet të mësoj, të trajnohet. Duhet t'i kushtoj kohë, energji. Duhet fitoj eksperiencë. Ka një CV aty të gjërave që bën. Edhe aftësohet, arrin deri në atë nivel sa që bëhet gati i përsosur në profesionin e tij, në zanatin e tij. Edhe në jetën tonë të përditshme. Këtë jetë të përditshme, ne duhet ta përputhim me realitetin hyjnor të Zotit, jetën tonë të përditshme. Të arrim deri aty sa që të mendojmë ato gjëra që Zoti mendon, të duam ato gjëra që Zoti do. Ky është shenjtërimi. Kur ne arrim të mendojmë gjërat që Zoti mendon, ja do ta shohim vargun më pas, dhe arrim që të duam ato gjëra që Zoti do, kjo është shenjtëria. Ti je ndryshe nga të tjerët. Kujt i përkasim ne? Kujt i përkasim ne? Të kujt jemi? Kjo është shenjtëria. Të kujt jemi? A e tregojmë të kujt jemi? A e tregojmë në botë se kujt i përkasim?
që shenjtëria është kur jeta jonë përputhet me realitetin dhe pozitën tonë qiellore. Në Bibël thuhet që ne jemi ulur bashkë me të 80 vendet qiellore. Quhemi shenjtor, jo se nuk mëkatojmë ndonjëherë, jemi të qartë rrëfejmë atë mëkat edhe pa dashje e bëjmë. Por Zoti na ka veçuar ndar nga bota, nga jeta, nga mëkati, nga prangat e mëkatit, nga jeta sipas botës, për një mision të caktuar shërbimi për lavdinë e tij. Edhe ne duhet ta përfundojmë shenjtërinë në jetën tonë për t'i treguar botës pa shpëtuar planin e Zotit për ne. Dhe gjithçka këtu nuk është për lumturinë tonë, por është për të nderuar emrin e Zotit. Në Bibël thuhet, e letra e parë e Pjetrit, kapitulli i parë dhe vargu 16, jini të shenjtë, thot Zoti, sepse unë jam i shenjtë. Tregojmë që ne jemi ndryshe nga bota. Dua t'ju lexoj është një histori e vërtet, e ju lutem mos e gjykoni këtë vajzën e Krishterë, për cilën unë do të flas tani, po thjesht merrni mesazhin që përcillet. Unë do ta lexoj këtë histori shumë e shkurtër. Ishte një ere e Krishterë dhe shumë aktive në kishën e saj. Ajo hyri në një konkurs bukurie dhe me anë të sjelljes dhe talentit të saj, e mrekulloi turmën e njerëzve dhe pjesëtarët e jurisë. Ishte evidente që ajo kishte një bukuri që shkonte përtej dukjes. Një bukuri që rrezatohej nga shpirti i saj. Pasi mbaroi konkursi, një nga vajzat e tjera të reja shkoi për ta përgëzuar përfitoren dhe midis të tjerash i tha: do t'ju jepja gjithë botën që të bëhesha si ty. Do të jepja ty, domethënë gjithë botën që të bëhesha si ty. Kjo ishte ideja. E reja besimtare ju përgjigj: pikërisht këtë kam dhënë dhe kam dorëzuar, botën, për t'u bërë kështu siç jam. Le të ulim kokën gjithë. Në mënyrë që të modelojmë shenjtërinë, do të na duhet të dorëzojmë botën, të rritemi. Ne i përkasim Zotit dhe është mësimi më i rëndësishëm që mund të mësojmë sepse ndikohet dëshmia jonë. Pyetja është në ç'fush duhet të ndryshojë jeta jote. Cila është? Ke një ves, një mëkat, një diçka që e kupton shumë mirë që vetëm shenjtërinë e Zotit nuk po modelon me jetën tënde. A e manifeston shenjtërinë e Zotit në botë, në familje, midis kolegëve të punës, në shkollë aty ku je, me njerëzit me cilët ke kontakt? A je ti një tempull i shenjtë për Zotin? Ku shprish tempullin, Zoti do ta prish atë. Kujdes. Zoti është i shenjtë. Gjithçka për misionin. Veshim veshjen e dur. Ti manifestojmë botës pa shpëtuar që Zoti të ndryshon jetën. Ja vlen të jetosh për Zotin. A mund të japim atyre dritë në vend të errësirës që kanë? A mund të japim atyre shpresë në vend të dhimbjes dhe humbjes në cilën ata ndodhen? A mund të japim atyre jetë duke ecur ne në risinë e jetës, në vend të vdekjes në cilin ata jetojnë? A jemi ne një aromë e këndshme jete për njerëzit në botë? Nëse Zoti ka folur sot, çfarë duhet ti dorëzosh aty? Diçka e cila nuk ka lidhje me shenjtërinë e Zotit dhe ti e di shumë mirë. Unë dua të bëj një pyetje praktike. Apo e modelon ti shenjtërinë e Zotit në jetën tënde personale përpara njerëzve që ke më të afërt? Përpara kolegëve të punës, njerëzve që të rrethojnë, përpara familjes tënde? A mund të thuash Zotit: Zot, këtu është problemi që kam? Apo e manifeston ti shenjtërinë e Zotit në praktikën e jetës, në botë? A ka ndryshim midis teje dhe tyre? Nëse nuk ka ndryshim, a mund t'i tregosh Zotit, t'i thuash: Zot, unë dua që t'jem ndryshe. Dua që vërtet t'jem i veçuar
jo thjesht nga bota, por për ty, për të misionin tënd. Cilit person duhet i flasësh, ti dëshmosh ungjillin që e ke aty pranë. A mund t'ia thuash Zotit me emër, Zot, unë dua që ti flas këtij personi, më përdor. Më ndihmo Zot që jeta ime ta reflektoj dëshminë time. Atë çka qes nga goja me fjalë, ta jetoj me vepra në jetë. A mund t'i thuash Zotit? Në qoftë se Zoti ka folur sot, lutem, a mund t'i thuash atij? Le të kalojmë pak momentin heshtje. O atë faleminderit për këtë kohë, për këtë mundësi, kur ne mund të shohim bukurinë e fjalës shenjtërinë tënde, Zot. Faleminderit që na ke dhënë mundësi të njohim personalisht. Zot, na ndrysho dhe më shumë, të veçohemi për ty, për misionin tënd. Zot, na rrit, na maturo, që ta përfundojmë shenjtërimin, Zot, derisa ti të vish. Faleminderit o atë. Faleminderit për hirin tënd, për ato zemra njerëzish sot që rrëfyen ose të lutën ose të kërkuan për të marrë një vendim, Zot, në lidhje me jetën praktike përpara teje. Zot, jepu sipas zemrës, ashtu siç ti premton nëse kërkojmë sipas vullnetit tënd, Zot, ti na jep, na ndihmon të kalojmë gjithçka, Zot. Faleminderit për shenjtërinë e ungjillit. E lutem që të na përdorësh, Zot, në këtë mision, që t'u çojmë dritë botës pa shpëtuar, sepse kanë nevojë për ty. Duke ruajtur veten nga mëkati, por duke qenë të gjallë për ty. Si një fli që jeton për ty, është një fli e gjallë. Faleminderit, Zot, për këtë kohë. Në emrin tënd të çmuar, Zot Jezus, lutem.